fakte me Adnan Merovcin për krahet nga ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika. Sadik Zeciri është i lindur në vitin 1973 në fshatin Stubull të Rekës së Keqe në komunën Gjakovës. Ka kryer shkollën fillore në Ponoshec dhe Berhaj, shkollën e mesme drejtimi Gjeodezi në Gjakovë, ndërsa ka përfunduar fakultetin juridik dhe provimin e jurisprudencës në Universitetin e Prishtinës. Zoti Zeciri ka qenë aktivist i Lidhjes Demokratike të Kosovës në forumin rinor të periudhës së fillim viteve të 90-të shekullit kaluar, duke qenë si student bashkëbanues ose cimer, siç i themi ne, me shokët e tjerë si Muhamet Mavraj, Edriton Lajçi dhe shumë të tjerë, ai ka qenë i përfshirë në Unionin e Studentëve të asaj kohe. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Në prill të vitit 1998, pasi kishin ndodhur masakrat e Qirezit, Likoshanit, pastaj lufta e epopeja e Prekazit dhe e Glogjanit, së bashku me 4 shok, Sadik Zeciri ka marrë rrugë nga Velania në Prishtinë, i përcjellur nga liderët studentorë të kohës, Bujar Dugolli, Muhamet Mavraj, Edriton Lajçi, Albin Kurti, Bekim Luma e të tjerë, për në radhat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Më pas, gjatë periudhës, deri më 25 gusht 1998, ka shërbyer si ushtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës nën komandën e Dugaxhinit dhe General Ramosh Haradinaj, më vonë në brigadën 134 Bedre Shala. Zoti Sadiku ka bartë armatim në rrugën e gjatë këmbë nga Juniku, Rasa e Zogut, Tropoje Vjetër e të tjera. Më 25 gusht 1998 është i arrestuar si akuzuar nga regjimi pushtues serbo-malazes me nenin 139 dhe 125 për terrorizëm. Dhe fillimisht për më shumë se 6 muaj ka qëndruar në burgun e Pejës. Më 15 mars 1999 deri më 24 maj 1999 ka qëndruar hiç më pak se në burgun e Dubravës. Aty ka përjetuar të merrin e botës së bashku me mbi 950 të burgosë të tjerë shqiptarë. Më 29 prill 1999 në burgun e Dubravës kanë sjell edhe shumë të burgosur të tjerë shqiptarë nga burgjet që ishin të vendosur në Stërbi, ndërta edhe Ukshin Hoti, Najit Hasani, Bajrush Xhemali Avdi, Mehmeti, Sheremet Ahmeti, Avni Klinaku, Arif Vokshi, Bislim Zogaj e shumë të tjerë. Në Dubravë janë vërar mbi 100 burgosur dhe janë plagosur mbi 400 tjerë. E në mesin e tyre, më 25 maj 1999, kësaj nuk i ka shpëtuar edhe Zoti Sadik Zeciri, i cili është plagosur. Nga Lipjani, më 10 qershor 1999, shumë të burgosur shqiptar i kanë transferuar në burgun e Nishit, në mesin e tyre edhe Sadik Zecirin. Lajmin për përfundimin e luftës Sadiku e ka marrë në burgun e Nishit më 10 qershor 1999. Përfundimisht është liruar më 9 mars 2001. Pas lirimit, Sadiku është inkuadruar në gazetën Epoka e Re, ku merreni me mend me fanatizëm edhe sot është drejtori i kësaj gazete. Sadik Zeciri është i martuar me zonjën Naime Shala dhe kanë 2 vajza, Lisa dhe Vileza, si dhe djalin e risin. Zoti i ruajt fëmijët e botës dhe të Sadikut dhe zonjës Naime. Sadik Zeciri ka statusin e invalidit luftës. Në mes tjerash, Sadiku shquhet edhe për korrektësi tolerancë dhe i parëmbyer nga interesat e ndryshme dhe meritokracia. Ai është fjalë pak i saktë dhe shumë miqësor me njerëzit e afërt edhe ata të largët. Është shumë njeri social. Sonte, mes tjerash, do të dëgjojmë rrëfimin e përjetimeve njerëzore nga kjo ndërgjegje e vrarë e botës, që quhet Burgu i Dubravës. Sadikun sot e kemi mysafir në emisionin Fakte dhe e ftojmë të na bashkangjitet. Sadik Jarani, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, aje mirë. Qëshje? Faleminderit për ftesën, po më dole. Në intrën time që e lexova, që e pata përgatit me ndihmën edhe tondën, Sadiku përmend aty Tropoja Vjetër, Reka Keqe, Stubla, Kosovë është edhe një stubull të vitia. Po, 2 stubla. Këtë geografi të shumë mirë nje.
A mund është në pikat shkurta më në përshkru këtë gjeografi që a gravitojnë ku ke linti sakt edhe vendet për rreth? Po, zote Adnan, Stublla është një fshat i vogël në Rekën e Keqe. Reka Keqe përfshihet prej rruga Gjaku Ponashec për Tropoj dhe Gjaku Ponashec Jonik, ne jemi aty në mes, janë dikun 15 ose 16 fshatra të Rekës së Keqe, sepse është ndarë edhe Reka e Mirë, është ka rruga për Skivjan dhe për Deçan, ne jemi Rekë e Keqe, është zona e Hosit dhe është e Cermioni dhe ajo zona tjetër e Gjakovës. Ne kemi kufirin ofër dikun tash me vetur, me që veç ka infrastruktur, dikun një 5 minuta ose 3-4 minuta, është një fshat i vogël, është tokë e mirë, tokë bujqësore. Jemi të rrethum prej Smolicës, prej Ponashecit, prej Dobroshit dhe është rruga dikun 6 km që të dërgon në Jonik, por edhe një 3-4 km të dërgon në Koshore, që tashmë është një fshat që është bëhu fshat i lavdishëm, sepse aty është zhvillu beteja, një për beteja më të lavdishme, tu që kësë edhe ku është thy kufiri shqiptar. Dhe ky territor dhe ky vend në periudat ndryshme historike ka qenë me kufije, pa kufije, me lëvizje, këta dy. Dhe si që dihet, populata e jetume, le themi andej dhe këndej këti far kufini, se po do të dyqysh me emërtu këtë, dysi kanë qenë si tonifikum, dhe me thonë, ka pas lëvizje dhe qarkullim. Qysh spjegohet kjo për gjenerata të reja, sepse fjala vjen edhe si nocione. Ne kur të ndëgjojmë për emërtimin Tropoj, ne mendojmë Tropoja si regjon, por është edhe një Tropoj vogël e vjetër që i thoj. është Bajramcuri. A mund është që to më nëj qartësu? Ne jemi Tropojën është qyteti i parë që është maton kufinit, që është dikun jo larg shtëpis ku është Sali Berisha i Vuqidolit. Ai qytet, sigurisht që në kohën e komunizmit, është largu dhe është bartë në pjesë tjetër që tani quhet qyteti Bajramcurit, që quhet edhe atëherë. Dhe atje është zhvillu si qytet. Ndërsa regioni Tropojës i përfshin shumë deri në Has dhe sigurisht që edhe fshatrat tona. Ne jemi shumë të lidhur me ato fshatra, me Tropojën e vjetër dhe me Bajramcurin dhe me fshatra tjera, sepse kemi miqësi, edhe ka pas nga 45 tek ne, por kemi edhe pas viteve të 90-ta që djemë tonë kanë kalu kufirin dhe në martu. Në ndërta, unë edhe vllove em, është martu në vitin 1992, ka marrë nuse nga Bajramcuri. Tash vllove em është i ndjerë, por sikur vllove em janë shumë të ri të cilët janë martu në Shqipëri dhe kanë vazhdu. Ne kemi dojt babës, dojt nonës, familja jonë, që kemi maton kufinit. Dhe nga viti, unë me 9 mars 1991, unë e kam kalu kufinin komë. Atëherë, këthuj kufini, s'ka pas shumë ushtar ose ne dinim rrugë, sepse jemi në zonës kufitare, edhe nga Bjeshka nga Rasa Zogut, edhe nga Boka Ponashecit ose e babajve të Bokës, ka qenë jo vështirë me kalu kufinin. Me gjitha ato ke mujtë me rënë prit dhe ka njerëz edhe që e në vro. Por jemi të lidhë si fshatra, Smolic, Dobrosh, Ponashec, Brovin, Molleq, Botush, Koshore, Berja, Nivokaz, Shishman, Korenic, Nec, Dev, Babajt Bokës, jemi të lidhë me Tropojën. Sadik me shumë kompetencë për i përmend këto dhe me njohurit sakta. Që gjendja aktuale, a ki na i Faro Gjaku, atë kamet atje, a je boksi Prishtina Lije, e ke harru venin tonë? Jo, unë kam tokë në fshat, kam shpi, e ki shpinë? Kam vlaun atje. Po shkon në vjetë, sa herë, 2-3 herë në vjetë? Për çdo të shtunë unë, ose të djelë, që jam Prishtinë, nuk rrinë Prishtinë për shkojnë fshat. Dhe kur shkojnë në fshat, për çdo vikend, unë e shkoj pi kafe, o në Tropojën e vjetër, në Tropojën e vogël, o shkojnë qytetin Bajramcuri, pi kafe. Kur të përmendet Tropoja, nuk mundëm me kalu ma tutje pa i përmend disa figura që kryesisht fjala vjen lideri demokracisë edhe njeriu shumë meritor për çështje të mëdha dhe në Kosovë, heroi madh Azem Hajdari, intelektuali i madh, diplomati, ambasadori
Besnik Mustafaj dhe qëndrestari politik dhe njeriu i pashtershëm Sali Berisha. Kështu që këta emna për mu janë ngulitën edhe identifikohen dyqysh me këtë emërtim Tropoj. Sadik, kalojmë në pak biografin tënde edhe pse jo në mënyrë kronologjike, por veç sa për me ndëgju disa prononcime tua. Ti në fakultet inkuadrohesh në Prishtinë në rrethana çfarë keni qenë, sepse ti përket plejadës së studentëve, le të themi tani të shtëpive private, të podrumave, ku ta diun, po megjithatë sistemi i shkollimit ka qenë si me thonë, në zhvillim e sipër, dhe ka qenë një organizëm që është quajtur Unioni i Studentëve. Ke qenë i përfshirë, kanë qenë disa eksponentë aty dihen. Çka mundesh me thonë për këtë aktivitet dhe çka ka qenë objektiv juaj në periudhën për të cilën po flasim? Unë kur kam marrë në Prishtinë si student, kam pas fatin të vendosem në një banesë ku kanë qenë edhe Muhamet Mavre dhe Driton Lojçi bashkëbanues. Dhe aty kam qenë si cimer me këta dy djem, dhe me pas këta me aktivitetet e tyre, me kanë shtyrë edhe mu që ti një të gjithë dhe të qëndrej afër tyre. Qëllimi i tyre, i Unionit Studentëve, nuk jem kompetent me fol për atë organizim, po me që atë që kam po, edhe mund të deklaroj, ka qenë lidhja e studentëve dhe drejtimi i tyre drejt luftës çlirimtare të Kosovës. Sepse dije që po lëvizin gjonat, dije që marrëveshja Daytonit nuk kishte sjell asgjë për popullin shqiptar të vujtur. Ne qëndrojmë në përshtëpi shkolla. Unë edhe vitin e fundit të gjimnazit e kam kryer në Gjakoni një xhami, sepse na kanë pa dëbu nga shkollat. Prandaj organizimi i tyre ka qenë mbajtja e studentëve afër dhe përgatitja atyre, qoftë në aspektin psikologjik, qoftë edhe në aspektin e ushtrimeve shëndetësore, sepse kanë pas departamente të caktuara edhe për shëndetësi, edhe për informim, por edhe mobilizim ushtarak. Prandaj Unioni ka qenë një farë mini shtabi përgjithshëm i UÇK-s, po flas për periudhën 97-98, atëherë ku veç shumë student nëpërmes Unionit Studentëve kanë shku në luftë. Jo që studentët e kanë dashur luftën. Ne kemi qenë paqësor. Edhe sot shpirti im është shpirti i paqes. Unë nuk mund as ta shoh dikon dekun, le mo ta vras dikon. Por megjithatë kishte ardhur koha që studentët truri i Kosovës, ashtu që ka ndodhur në vitin 1980 dhe në vitet të ndryshme, edhe studentët të bashkohen luftës, sepse aty ishte fuqia dhe intelektuale, edhe morale, por edhe kishte kapacitete. Ti takon edhe një periudhë, si me thonë, ose rinia e hershme jotja ka përjetue ndryshime shumë të mëdha, dhe me thonë, pej përfundimit luftës ftoftë, rënimit murit Berlimit, lejimet në farë mënyrët, një farë pluraliteti në këtë pjesë të Evropës juglindore të tjera, edhe për shqiptarë, dhe me thonë, të ndodhur rrethësiduar nga një hegemoni sërbe karshi, një homogenizimit shqiptar që së mbahet mend. Dhe në këtë kohë, lindi një tregërsh Lidhja Demokratike e Kosovës, ku ti nuk ke mungue në periudat fillestare si veprimtar për atë që ti e ke pa që është synim, le të themi, i preokupimit edhe të çështjes në përgjithësi drejtave natyrore, po edhe kombëtare, që i kish shqetësim edhe trashëguar për paraardhësve tu. Cili ka qenë aktiviteti ju dhe qysh e ke pa, po të flas pak të më folsh me ndjesinë e kohës, po edhe me distancë kohore. Po pas prishjes së sistemit Jugoslav, ose Partisë Socialiste apo Komuniste, që ka qenë atëherë dhe fillun, ish zyrtarët që ishin në pushtet, shqiptarë, ti dorëzojnë ato libreza që e moj mend, sepse atëherë kam qenë pikon 7-18 vjeç, filloi është kriju Lidhja Demokratike si partia e parë shqiptare në Kosovë dhe të gjithë shqiptarët e kanë pas një rrugë. Tani disa mundën me e pranu ose me e pranu, por të gjithë shqiptarët janë drejtu ka Lidhja Demokratike. Ata që kanë qenë Kosovë, ata që kanë qenë në perëndim, kanë pas organizime tjera politike, siç ka qenë Lëvizja Popullore ose disa tjera, por ne këto është dashur që të gjithë të inkuadrojmë në Lidhjen Demokratike dhe masivisht e kanë bërë sepse mbi 90% të qytetarët të Republikës Kosovës
tashme, ose atëherë me pretendime për më bërë republik, kanë qenë me lidhjen demokratike. Dhe organizimi i Kosovës është bërë nëpërmes lidhjes demokratike dhe shoqatave si Nën Tereza e tjerë e tjerë. Degët e lidhjes demokratike kanë kontribu edhe me fillimin e luftë, sepse qytetarët e ikur nga fshatat janë drejtu të degët e lidhjes demokratike për të gjetë strehim. Prandaj si periudhë ka qenë e lavdishme dhe unë kam dhënë kontributin tim në forumin rinor, në organizimin që u bënin qoftë në mbledhjet të fshatrave, qoftë në forum rinor në Gjakovë dhe në Prishtinë, e që ne ishim kuadruar me aq sa më jep ke mundësia. Dhe me fillimin e luftës, me që programi i LDK-s ishte program paqësor, unë mora një rrugë tjetër, jo me dëshirën time dhe kalova në krahun tjetër, që ishte krah politiko-ushtarak, kështu që unë jam krenar për ato të kalume, e kam pas kryetara Stet Haraqin të forumit rinor, atër ka qenë atë fsheu, kryetari LDK-s në Gjakovë, dhe kështu ka vazhduar jeta ime. Dhe kjo është, domethënë, një komplementaritet i këtyre dy, le të themi, komponenteve, domethënë luftës dhe paqes, që definitivisht kanë sjell këtu ku jemi ne sot si shtet i pavarur, dhe le të quajmë ato një republike e parë në kuadër të atij organizimit shqiptarëve, sepse domethënë mos të harrojmë organizimin prej Dukurrikut 7 shtatorit pushtetutës Kaçanikut dhe vendimeve të kuvendit është marrë në referendumi për Kosovën e pavarur në fund vitit 1991, pastaj zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, që do të thotë që jeta aktive është mbajtur zbashku dhe me organizma tjerë, domethënë me LDK-n, degët, strukturat krejtësoj e partive të ndryshme, një farë këshilli koordinues, pastaj këshilli për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, sindikata e pavarur, shoqata Nana Terezë në kuptim të humanitetit, por me qenë se je lamist mediave dhe mirësh, për me njohuritë e mia dikun rreth 5000 njerëz sadik kanë qenë të shpërndam në për krejt Kosovën në këta organizma që i folëm të gjithë, jo vetë LDK-s, por ku kanë dominuar komisionet për informim, që e kanë përcjell gjendjen në Kosovë. Tani për i kësaj distance kohore, ti si njeri që i ke përjetu ato dhe ke qenë eksponent i këtyne aktiviteteve, qysh ja parafron gjeneratave të reja qatë punë, ku unë shpeshere thëmë, atje në rekt keqe një shuplak mu më dhonë, për 2 sahat merë ke vesh Këshilli i Sigurimit. Dhe kjo kretë në saje të punës së këtyre njerëzve. Qysh spjegohet që kjo realitet? Atëherë s'ka pas telefonet që ka sot, por aq janë bardë informacionet që sigurisht për organizimin që kanë pas degët e lidhjes demokratike dhe nëpërmes Këshillit për të drejtat e njerëzit, por që janë plasuar edhe nëpërmes Qikut dhe gazetës që ka qenë atëherë Bujku. Megjithatë, është rreth dikush dhe është marrë vesh edhe në Këshillin e Sigurimit, por marrë vesh në krejt Kosovën. Ashtu, po të kishim pas atëherë telefona, këto mjetë që janë sot, asë gjë s'kish mujtë me ikë. Por ka njëherë thëmë, me mirë që s'kanë qenë, sepse kishim mujtë mu dëshifru. Edhe informacionet, edhe telefonatat dhe shumë një kish shku në burë, ashtu që është kanë qenë dikun rreth 500.000 vetë. Megjithatë, ka funksionu. Kanë funksionu strukturat organizative të institucioneve, s'po thëmë paralele, po të institucionet të kryuar nga Kosova, qëtë nga lidhja demokratike, qëtë nga partia parlamentare, qëtë nga Këshilli i Drejtave të Njerëzit. Edhe këto organizatat që kanë qenë në Nana Terezë e tjerë, pra ka funksionu. Edhe pse kemi qenë të vujtur, kemi qenë që o duk që në fshatin që unë i kom 1 orë me shku, ose 1 orë 100 kilometra, por edhe nëse në Koshare ka ndodhë një rraje nga policia serbe, është informu, deri në Prishtinë ka ardhur informacioni. Ka ardhur ashtu që ka ardhur. Qoftë edhe me letat shkruar nëpërmes autobusëve, por megjithatë ka arritë që mund njoftu edhe Kosova, por edhe bërësia ndërkombëtare se diçka po ndodh këtu dhe Serbia po bën krem dhe terror ndaj qytetarëve, edhe në treg të kafshëve, edhe në qytet, edhe në shtëpi, edhe në katon, edhe në tokë të punu tokën, edhe çdo kënd. Prandaj unë mendoj që ka funksionuar çdo gjë. Ka funksionuar çdo gjë deri në fillimin e luftës, më pas atëherë veç ka marrë kohë tjetër, edhe drejtimi, edhe lufta, edhe informacione që sigurisht atëherë ka ecë më përpara. Dhe në kushtet çfarë ka qenë, megjithatë ka qenë i plotësimin i standardit për verifikim të informacionit. Po ta tregoj vetëm edhe unë e qenë se është bashkëbisedim për shumë shkurt. Halit Barani është një veprimtar, edhe sot është veprimtar,
Këshillet për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, po ka qenë pjesëtar në UÇK, ka qenë krejt ato ingranazhat LDK-s, është një veprimtar i shkëlqyshëm. Në atë kohë e mbajnë mend si sot, domethënë me rastin e popes të prekazit e do informacione me telefon i padhon dhe një person aty i shkrujke. Dhe kur si harroj fjalët e tina, se me speakerphone dhe ndëgjojsh atë kjo. Kështu, ndodhi kjo. Kështu. Deri që tash, vetëm kjo çka e thash. Por diçka tjetër thras ma vonë, që i bie që asgjë nuk ka qenë e sajuar, çdo gjë ka qenë shumë e saktë dhe e vërtetë për cjellën. Kështu që mendoj që edhe e vërteta ka triumfu, sepse për kohën kur po flasim, Sadik, unë mendoj që fuqinë më të madhe ne që e kemi pas ka qenë e drejta, dhe e drejta ka qenë në anën tonë. Që i bie se e drejta s'po qëndru ka në tankse, në armatime, në pushke, ku ta din, po në të drejtën. Por edhe e drejta vështirë dhe rrallë triumfon. Te ne, fatmirësisht, ka triumfuar. Sadik, pastaj, si që the, pas Unionit Studentëve, janë angazhue në Ushtrinë Cilimtare të Kosovës, i thashën 2-3 fjalë, dhe të je fjalë pak dhe nuk ki qef shumë mi egzageru këto gjana, por kjo është e vërteta. Dhe në një moment, Sadiku po ndodhet në burg. A mundesh me na thonë këtë përshkrim, këtë aktivitet, edhe ty nis prej aktivitetit të UÇK-s deri në odisejatën më të madhe, unë mendoj që ka ndodhur në histori dhe ajo quhet burgu i Dubravës. Ky emërtim burgi i Dubravës nuk ka të bëjë më me burgun e Dubravës si objekt, si institucion. Ka të bëjë me një ngjarje për mendimin tim që e ka prek dhe e ka vranë ndërgjegjën e Evropës dhe vardon edhe botës dhe mendoj që vazhdon ta vrojë edhe tash. Sepse kur ka ndodhur kjo, megjithatë një trup i komisionit verifikues ka qenë zyrtarisht i vendosur në Kosovë, edhe pse shumica e patën lëshu Kosovën për shkak të bombardimeve. Cili është rrëfimi jot, kisha pas dëshirë kështu pat në ndërprej, ty respektu pak edhe kohën, më na dhonë për gjenerata të reja, sepse je eksponent që e ke përjetu dhe je njeri që je plagos dhe në fund e kam, do me thonë, një set pyetjeve që ka të bëj me përfundimet e ndërmara, le të themi, ose të pa ndërmara të institucioneve tona e ndërkombëtare dhe të kësaj ngjarje. Unë kam qenë student i fakultetit juridik, e pash që ndodhe masakra Qirezit, e Likoshonit, qytetarët në Prishtinë veç fillun me ble buk, sepse kishin frikë që po eskalon situata dhe po rritet, ndodhe prekaze, u vrojë gjithë ata pjesëtarë të familjes së Shaban Jasharit, kryme Adem Jasharin, ndodhi Glëxhoni 24 mars 1998 dhe ishte e tepërt të qëndron dikush që i kanë të zemra me bu diçka për vendin e vet. Jo që jam trem, por nuk më rëndën Prishtinë dhe ju tregova edhe Mavrajt, edhe Lojqit, Dogollit, Kurtit, Lumës e tjerë, që unë po shkoj në luftë. Dhe ka qenë vendim i yti personal? Po, personal nuk më isha, ko isha. Ku i këshisha lojmet. E Shqipnis, unë u mërzetsha shumë. Desha me dhoni kontribut. Unë s'kisha asë një pikë përvojë ushtarake. Por s'mo isha më mëndaj në Prishtinë. Sepse më do ke katë me qëndru në Prishtinë. Më lotën këta shokë që mos më shku, sepse thanë më shumë na vynë këto, po me gjithë ato unë s'mujta me qëndru dhe të nesërmen veti 5 të shok, bashkë ma zmën mullën një bashkëfshatar timin, edhe i studenti juridikut. Unë esëm nga unë i studentëve, nga Velania, na përcjellën, dulën, u bon rresht. Këta drejtues të Unionit, na muren Bujar Dugulli në një loda Samara ka pas, ka qenë e kuqe, na ka dërgu deri te objekti ku tash është KQZ-ja atëherë, ka qenë ose pas shtëpisë pavarësisë, autobusat të nalëshin për Magure, për aeroport, dhe kemi hypë në autobus. Na ka shoqëruar një djalë i Drenicës, edhe te aeroporti na ka nol ushtria e Serbisë. Është një kazermë. Po flet për vitin 1998? Po për prillin, fund prillin e 98-s. Aty na ka nol ushtria e Jugosllavisë, ka nol autobus.
dhe na kanë legjitimu neve, na kemi pas do gazeta, i pa ta marrë do bota të reja, mi dërgu në Glogjan, edhe në Jonik. Na kanë nol, nuk na kanë bastis, po na kanë marrë letënjeftima dhe një shofer me mosteqe, që sigurisht ka qenë serb, sepse ka qenë i trash i zi dhe nuk e di a ka pas atë shofer shqiptar, duke na kontrolu atë autobusat, ja ka marrë letënjeftimat ushtarakut serb, tha këta janë studenta, janë ka shkojnë milat eshat e veta, edhe na ka hyp në autobus. Edhe jemi shku deri në Magur, profesori Mehmetin be emrin, tash e harrova emrin, ka qenë në fakultetin juridik pas lufte ministri i drejtësisë, më ka tregu që në Magure, nëse shkot në krahun e majt, ka polic, por du të më shku në krahun e djatë dhe me hecja 100-200 metra me vrap për me hi në fshatrat e Drenicës. Edhe na ashtu kemi vepru, na ka marrë një taks dhe na ka qut deri në Sadlar, një shofer nuk na ka marrë pare, ndërsa nga Sadlari deri në Kleçk, i kemi pagu fatkeqësisht, ne ka marrë një taksist 500 marka, që kemi pas me veti, deri në Sadlar, sepse rruga e gjatë. Nga Sadlari deri në Glogjan kemi shku këmbë. Dhe nga Glogjani në fshatin tim, unë edhe ai vendasim Azmoni po ashtu këmbë, jemi mobilizu, ka qenë fshati mobilizum, ju kemi bashkangjit ushtrisë qytetare, me pas jemi marrë me bartje të armatimit. Nga fshati në Jonik dhe me pas ka Joniku, në Gjocaj, në Ras Zogit, në Papaj, në Tropojt Vjetër, edhe bojsh i marrë me bishëm Kosovë, unë kam bojt 2 herë armë, jo më shumë, sepse o dashke me najtë kemi qenë fshati vogël dikon 35 ushtarë, por me që ato, deri me 25 gusht, kam qenë pjesë e ushtrisë qytetare, jam arrestu, jam dërgu në Gjako për 30 me radhë në stacionin e policisë. A je arrestu aksidentalisht apo i kërkum? Po, aksidentalisht. Rastësisht? Jo, shtëpia ku na kemi qenë, shtëpia ku ka qenë familja ime, me 2 gusht, karare i ka keqe, dhe ne kemi met në zonën e Deçanit, në përfshatra. Unë kam shku të familja ku kanë qenë të vendosër, në dikon në ora 3 natës, në ora 5 mëngjesit e kanë rrethu shtëpinë policia. Nuk e di kush ka dhonë në informacion, po s'kem që ka me bo, mirë është, mas e kam shpëtu, edhe kam përfundu në Burg. Kam përfundu në stacionin e policisë 3 dit, me pas në Burg të Pejes, deri me datën 15 mars 1999. Aty mu kanë ngrit akt akuza në Pej, s'është majt asë një gjykim, sepse e kishim kalu 6 mujorëshën, po s'mboj gjykimi, edhe me 15 mars, në kanë mlidh të gjithë të burgosën. Në fakt, unë e kam pas një të burgosër serb në dhomë. Dhe me 14 mars, gjithë natën, a i qutë, unë e qutë. Dorën zemër, ka pak kisha frikë, sepse nuk e disha. A të kujtohet për çka i ka qenë në burg? A i ka qenë, jo që ka bo diçka ndaj shqiptarëve, por si pas aktakuzës që e lexojsha, një kujshin e vetë, a i kishë qenë Prishtinë student, kur u këthy, baba e vetë kishë bo fjallë me një kujshi, dhe kjo me një farstup që kishë godit kujshin, dhe ka vdek pas i është dënuke, se kjo dënu veç 8 vite me pas ka vdek, do më dhone di si në gjare. Por, s'ja kisha shumë besën, asun ati asaj mu. Kështu që të dytë, në shtrata, e kishim një farë distancë, a i nuk fletë kishë që pas një fjallë, e din të Shqipen, e une nga njëherë Shqip, nga njëherë Sërbesht, por dikun ka ora 3 natës, tha Sadek, pse so ka të mërgjumi, tha shdi, tha kanë mi u qunë Dubrovë. Slavisha komatave që ka pasemnin. Tha kanë mi u qunë Dubrovë, tha dhe prej Dubrovë, tha kanë, ka më bu një marveshje, edhe kanë mi u nëshu juve, ka me hi u që këja me nëzërë. Kër e përmene u që kënë, thashtë, tash për bona 3 madhone, e tha nëse hina do me më pështu mu, thash, ja krejtu që keni në gja. Unë e se, pako 3 minova, me gjitha të ndodhe, aje që ka tha, aje ishe burgosër e sërbë, në ora 5 në kanë zgju. Pe gjumit, unë e veç ishe hala qutë, tha mbledh një teshat, ne kanë lidh durët, ne kanë lyp në të farë kjerët e policisë dhe të shtrisë dhe të burgjeve, jo të shtrisë, ne kanë dërgu në Dubrovë. Unë e veç për Dubrovë kisha dëgju, s'kisha lidhe që ka o Dubrovë. E desha që është një burg, pas desha kushtet që shenë. Aty në kanë vendosë në përdhoma, ka 5 burgosër shqiptarë, neve në kanë dërgu në pavionin C,
që ishte pavioni ku i dërgonin të burgosit që nuk ishin të dënuar dhe që pritishin me u dënu. Kam qenë në dhome numër 36, në katin e dytë, me 5 të burgosur, prej tyne 2 në kanë vrënë Dobrovë, një ka vdek para disa dite, dhe jemi veçun edhe një djallë i strelcit gjallë, nga e dhomë. Aty në kanë vendos, nuk në kanë rej me 15 mars, as me 16, deri me 24 mars, në vitit 1999, kur kanë fillu bombardimet. Në fakt ne e murëm vesh që ka me ndodhë bombardimet se kur në bishin bukën në dhomë, burgosit shqiptarë kanë qenë që punën në kuzhinë për vepra ordinere, në thanë që sonte bombardojt Jugoslavia. S'kishim lidhe në matë mund. Në diçka ka me ndodhë. Dhe ku e në tha ditim që 3 dit ka me zgatë ose 4 dit ose 5 dit. Me datën 24, kur kanë fillu bombardimet, e deri me datën 19 maj, për çdo dit, ka 5 gardian. 3 herë në ditë. 2 herë në ditë në bishin buk, 3 herë në ditë vishin me në rej. Sa e ndrojë ndrimi, pe katit parë, e 8:36, ata në kanë rej këtë gjithë gardianët. Pra ndaj unë e thamë shpesh, se tash kanë fillu dëgjykime kundaj gardianëve. Jo, kjo është fajtor, ajo nuk është fajtor. Unë e thamë, të gjithë gardianët, të gjithë punëtorët në burg që kanë punu, të Serbisë, në kanë maltretu dhe në kanë rej. Dhe nuk është asnjë që ka najtë në derë me në këqyrë. Po aj që ka ordë, aj në ka rej. Pra ndaj unë i konsideri që 187 punëtorë të burgut, të Dobrovës, të gjithë janë fajtor dhe kanë marrë pjesë në krem dhe në rajë ndaj një të burgosër shqiptarë. Aty kanë fillu me 24 mars dhe kanë përfëndu me 19 maj, kur ne i kemi thyt dyrët e burgut, sepse u bombardun pavionet mrena burgut, në ndërto bombardu pavionit C, i pari për objekteve mrena hapësirës burgut. Kur thu bombardue, a e din për kujt është bombardu? Qëre, tashte ne në fillim kemi thonë të gjithë NATO i ka bombardu, por ne nuk i kemi po aeroplanët, ne që kemi po flamurat. Prandaj mund të mos ketë qenë as NATO, por mund të kenë qenë edhe aeroplan të Serbisë. Unë nuk e di dhe nuk muj me dokumentu çfarë aeroplanësh kanë qenë, por është godit drejtoria e burgut, jashtë burgut, është godit objekti ngrohtore së burgut, është godit spitali dhe jemi godit ne si objekt, i pari objekt që jemi godit brenda hapësirave të burgut ka qenë pavioni jonë, që është godit mu në mes, kur rinë gardiantë, edhe në katin parë, edhe në katin e dytë. Dhe aty jënë vratë disa, po jo? Aty jënë vratë 3 burgosër, është vratë Abdullah Tahiri, është vratë Enver Topolli, edhe është vratë Gjuk Ndrecaj, Gjilan Ferizaj edhe një Gjakovës. Dhe në plagos dikon ja 5-6 metë të burgosër, sepse ju ka ra betoni, ju ka ra dhe i ka dëmtu. Ne i kemi thyt dyrët e burgut, dhoma jonë, unë me ata 5, me ata 4 shok tjerë, e kemi prish shtratin, edhe derën e burgut me që ishë plasarit, e kemi rëdzu. Dhe dera burgut nuk hapet pa qelsa. Ne e kemi rëdzu një derë të burgut, edhe kemi dalë koridor. Edhe kemi menu që ne u lirume edhe tash përshkojmë në shpe. Edhe kemi marrë teshat me paketa, që që kemi pas, edhe minis, por dhoma tjera që s'kanë mujtë mi hapë, kanë ardhë të burgosit shqiptarë që gjindeshin në për pavionet tjera. Kanë ardhë me mjete të bujësis, edhe jo kanë qelë dyrt, që kanë mujtë, dikur i kanë gjithë edhe qelsat në dhomat gardianve dhe i kemi hapë pavionin tonë dhe kemi dalë i minis, ka dalja kërësore. Aty jemi ndesh në gardiant, kanë dalë për barë, edhe në kanë këthuj për masë edhe kemi najtë ullën në barë, me datën 19 maj është kjo. Me 20 maj ka qenë qetë, me 21 maj kanë fillu pra bombardimet, natën e 21 majt kanë fillu vrasjet. Ndaj neve, ne jemi vendos të një fush e sportit afer pikave vrojtuse, por kemi mendu që është me sigurt përshka këtë bombardimeve, dhe dikun ka mengjesi me që ora nuk kishim, sa është zbarë dita, na kanë thirë me megafon që të rështohemi të fusha sportit, sepse do të ne epin informacione që ata mendonin që i kanë. Ne jemi rështu, unë jemi rështu në rreshtin e 5, kush ka qenë rreshtin e parë? Nga karakollet, pikat vrejtuse, për mi muri, jenë vratë dikon 80 sa të burgosër. Dhe një plëm ka mujtë mi vratë ka 2 njerës.
sepse kemi qenë një distancë. Ka kanë orë plumë. 15-20. Për mi muri dulen. Edhe ishin ato karakol. Gardian, polec, ushtor, paramilitar. A ka pas të burgosën sërb? Ka pas, e të burgosit sërb me 19 maj, kër ne dulem në barë, të burgosit sërb që ishin e për pavione, ata kërësisht kanë punu në kuzhina dhe në për abartë burgut, kanë kalu në onën e gardianëve. Tashma nuk ishnë ata të burgosër. Ashtu, a? Ata dulin anaj, po uniforma, po armatasën. Dhe mbonin armë, tleta edhe automatik në dorë. Dhe edhe ata në dulin për bolë, dhe ata fillun miro të burgosit që i kishin hoj. Shok të tyne. Shok të tyne. Fillun mëspori të burgosit sërb miro të burgosit shqiptar. Prandaj kemi kalu ato ditë të mërshme, kanë qëtë ditë të rona, por me beso që ne që ishim 3, ose unë që kisha pak më shumë një hëri dhe kur ideja që në burg, është edhe Najt Hasani, edhe Bajrosh Gjemojli, edhe Avni Klinoko, edhe Avdi Mehmeti, edhe Bislim Zogaj, edhe Ukshin Hoti, edhe të tjerë thësha që nëse neve nuk në vjenë rodha me uvrona para atyne, ose nëse është diçka më bisedu dikush me dikon, i kemi ata përporë me pas na. Kështu e gjoj shahonat shpresen ose fijen që kemi me me të gjallë. Dhe i thësh aty në grupeve që rëshim më të vogla. O, mësë të të nëse i kemi ata përporë atër na. Por Ukshin Hoti, me dotën 16 maj, s'ka qenë më në burg. Pavioni jonë, ku kemi qenë na, para se të ndodhë 19 maj, e kemi pa një njeri të dolë për burgut. Drejtarët e katit dytë në jepshin mundësin me pa pavionin B dhe rrugën drejt të dola kryesore atje. E kemi pa një njeri i gjatë, edhe 2 ose 3 gardian për pa, në tash së kujtohet, të hecë para tine. Dhe ne thamë lumi ajo në shupe i burgit. Se kemi ditë kush është. Se unë se kam pa Ukshin Hotin. A ka qenë B, se ato kanë sjellë me 28 ose 29 prill. Ato dhe të gjithë shumicën të burgosë që kanë qenë në për burgjet e Serbisë, edhe në Srem, edhe në Zajeqar, edhe në Nish, edhe në Pozharevc, edhe në Beograd, edhe në Vronja Prokupli. Ku kanë qenë, i kanë cilë të gjithë në burgrën e Dubrovës. Dhe kjo ka qenë e organizimi që ne tash, po besojmë që është ashtu, që të mbledhim të gjithë shqiptarët. Dhe kë person, si mbas te, ka përfundu që ka qenë Ukshin Hoti, apo? Po, ato e murën vesh, e po matë një që dul, deri në dalin kryesore. Drejtarët tona dhe sot më shku, në pavionin C, me hypë në dhome numër 36, e shet deri në dalin kryesore. E kemi pa, jemi gëzu shumë, që një njeri u liru. Me pas, nuk ka shku as një orë, dhe është liru edhe një burgosën në burgun tonë. Ka qenë i djali Pepshit Junikut. Edhe ai ku ka dalë jashtë, drejtarët në i monim qelë në Dobrovë. Gardiantik, ai ka thonë, ku pam qënë se sa dhe dilë. Tha, na kem për të tyre me qut të në peti shko ka dush. Dhe ai djallë është gjetë i vramë në varezat e Ljogjës vitin 2004. Edhe një djallë tjetër, ja kom harru emnin, edhe ata kanë liru. Edhe ai është gjetë i vramë. Veç trupi Ukshin Hotit nuk është gjetë ende askund. Sadik, ty të ndëgju kështu njeriu po lëshohet në shumë dimenzione, edhe në një farë mënyre po e humbë vetën në një farë koncentrimi, sepse ajo, si me thonë, komponenta e empatisë në këtë rast është e pashmangshme. Unë mendoj të njeriu maj ftoftë që ekziston në botë kur ti ndëgjon këto rrëfime. Megjithatë, çka mundesh me shkoqit prej situatave më të rënda, jo në kuptimin e subjektit në ngjarjes, gjithaq po që te vlerëson që i te i kalon, ato pragjet e njerëzillakut, e njerëzimit, në përgjithësi. Te në fillim the për një luftë drejt, që ki motiv për mu shliru, the edhe u deklaroj që unë s'jam njeri që i vraj njerëz. E në luftë njeri kur del mu vra ose me vra. Dhe një njeri i tillë, i ndodhën situatë tillë, cilat raste i kishë spjegu, fjala vjen, a ka qenë diçka e paralajmërume që ajo pa ndodhë, që ajo pa rrethimi kur kanë dali, kur ju kanë vëra, mandej do situata, eventualisht do aktivitete edhe të njerëzve tjerë, si Najt Hasani e të tjerëve. Çka mundesh rreth kësaj më na thonë? Na gjatë gjithë kohës që ishim në burg, nga drejtarët tona, po flas për katën e dytë, ne shishim lëvizjet
jashtë mureve të burgut, të tenkave, në ishim traktora, që aty bojnë një organizim. Mande edhe nga hapësira afër burgut, i gjunin aeroplanet, me arme. Para nesh, aty ka pas vendosur njësitë speciale të Serbisë, dhe ata kanë largu në janar dhe kanë vendosur të burgosit shqiptar në janar të vitit 1999. Dhe ne na kanë vendosur me vetdijet plot shteti i Serbisë, të mbledhim të gjithë shqiptarët aty dhe të ndodh qoftë një provokim ndaj NATO-s me pas të morrin mosa vetë serb për të na vrarë ne dhe për t'ia lënë fojët NATO-s. Kjo ka ndodhur. Domethënë ka qenë çdo gjë organizuar, sepse kjo është vërtetuar me datën 23 maj, kur na kanë vendosur në një sallë sporteve. Aty territori i burgut ka dalë para neve dhe na ka thonë, deri që tash që kemi pas ne në kontroll, po tash ju ka në dorë Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë. Ndërsa vetë gardioni, vetë drejtori dhe vetë punëtor tjerë të burgut kanë hyrë nëpër burg, brenda në komisari dhe i hekshin kapakt e pusetave, që ne që ishin të fshehur ishin, dhe kishtë në puseta, që zakonisht puseta nxanin njëri, ato ishin ka 2-3 sepse kishin hyrë me shpëtu, dhe ata gardian, bashkë me drejtorin e burgut dhe të tjerët, e hekshin pusetën dhe qitshin bombën puset. Dhe njerëzit brenda. Dhe njerëzit i mytke bomba. Kemi raste shumë që kanë met po kom, po dorë, unë kam po dorë, që atje, të këpot. Unë personalisht, se s'po du me është i gjëna shikusin tëndë, por unë jam fshe mas njëri dekon. Dhe njëri dekon ka qenë 3-4 dit në barë, dhe ai ka qenë i frynë. Unë jam fshe pas ti dhe gardianet, o dhe të tjerë që ishin në përpika vrejtuse dhe në për karakullë, me snajperka e gjunin të vdekujnë e vritin për me mvra mu gjallë. Këta nuk e bën njëri normal. Unë shqiptar nuk e di që e bojnë, po edhe popoj tjerë. Ata që dojnë lirin dhe që kanë djenja, shpirtënore, nuk e bojnë. Ata kanë bon ndaj neve. Neve na kanë marë, kur kemi qenë dikun në 600 vetë, të fshehur natën më të kopshme të mundshme 22/23 mojnë, që edhe ka qenë ditë e zakonshme, e dhemshme. Na kemi qenë në një podrom të kuzhinës, dikon rreth 500-600 vetë. Dhe ne na thërshin me u dorëzu. Mendoni që ata, na, që kemi dorë thanë, ku i keni lënë armet. Na s'kemi pas lidhcat këpucave, lemo arme. Dhe na thërshin del një jashtë, e rrethun objektin, edhe gjunin për drejtorët vogla bomba. Të të burgosit që ishim na me akt akuza, e që ishim dënum, e që ishim dorë të Ministrisë së Drejtësisë. Prandaj unë them, dhe thojnë të gjithë, spitali dhe burgu duhet të mbrohen nga shteti, që ose i kanë zonë ata njerëz, i ka burgos dhe duhet merë drejtësia me ta, e që kanë pas shumë të drejt, ata me na dënu, ka 10-20 e sot dush, sepse ne kemi kundërshtu atë regjim për të drejtat tona, dhe spitali duhet të ruhet, sepse në spital shkon edhe i plagosur, edhe i smuti, edhe shqiptari, edhe serbin atë kohë. Po këto dy i kanë bo këtë shkelje të drejta të njerët, prandaj Serbia u dosht veç për masakrën e burgut të Dobrovës të dënohet për gjenocid si shtet. Me pas të kalohet në për rastin e Mejese, për prekazin e për ata. Dobrova është historinë vetë. Askush së dënu, askush s'ka bo asgjë për Dobrovën, madje as institucionet e Kosovës. Tash ka nis të ngrisin akt akuza në mungesë, që është e mirë. Sepse duhet të ngritin akt akuzat. Të paktën të vështirësohet jeta atyre që kanë bërë krime në Dobrovë. Të mos kenë të drejtë një ditë kur të him në Interpol, të mos kenë të drejtë lëvizjet e lirë. Një rast ka ndodhë, është arrestu një gardian, ose punëtori i burgut, dhe kanë dhënë dëshmi në Ajta Sani, Njazik Rëzëv dhe të tjerët, që ai njeri ka marrë pjesë në rrahjen tonë, në vrasjen tonë, gjykata ka lëshu në mungesë të fakteve. Para 2 ditë apeli ka kthy në rigjykim, por ai ka ikë, ai është në Serbi. Sadik, ti je dëshmitar i masakrës të burgut Dubrovës, ki edhe aktivitetet tjera për cilat folëm,
dhe unë të kam ftu në mision timin fakte. Për arsyen kryesore të kësaj që ka po flet. E përmendëm shtetin dhe atë që pe bën edhe s'pe bën shteti. Janë disa arsyna që thuhen për shkak të do drejtave ekskluzive të Uleksit e ku ta diun që ka pas edhe pengesa dhe ligjore rreth kësaj, por tash më duket është leju kjo dhe po dëgjoj që po mirë. Ti, a je ftuar nga prokuroria për të dhënë dëshminë rreth kësaj? Kur. Unë jam, kanë caktu shokët, si përgjegjës për organizimin e përvjetorëve në Burgun e Dubrovës. Dhe ndoshta, jo që kam qenë në më i mesmi në Dubrovë, por ndoshta jam fshej në vendet më të duhura që kam mujt me pa pak edhe terrenin. Dhe kam mujt mend shumë ngjarje, dhe kam pa shumë. Sigurisht kanë pa shumë të tjerë. Por unë kam mujt mend dhe nuk i harroj kurrë, sepse kur flas për Dubrovën, unë komplet hi në Burgun e Dubrovës. Dhe shpirti im me beso që pushon çdo 22 maj, kur ne organizojmë përvjetorin e masakrës në Burgun e Dubrovës. Unë kur shkoj në Dubrovë çfarë pushoj. Veç është edhe një situatë. Dhe askush deri sot nuk më ka thirrë. Është edhe një situatë, Sadik, tjetër. E ngjashme me këtë. Këta që prej dhomës kemi mbet 2 vetë, athe. Dhe ligji i univerzumit thot që në ditë kemi me shku gjithë nga kjo botë. Ajo që mu më shqetëson, dhe du mendimin tonë, si një eksponent dëshmitar i gjallë, është një kritik edhe nda institucioneve tona për çështje të mbledhjes së fakteve dhe të krijimit të le të themi dosjeve të Burgut Dubrovës me njerëz të spaku që janë gjallësat. Unë mendoj që një gjatë tillë s'është ka botë. Dosjet, historia nuk ndërtohet me intervista e këto bashkëbisedime, veç me këto ndihmojnë diçka. Dhe unë mendoj që këtu ne do të jemi kritik. A i bashkangjitesh kësaj? 100%. Merreni me mend, kjo është një ngjarje apokaliptike në historitë njerëzimit, dhe sot se kemi një përshkrim, mos them tash një film aku ta diune. Dhe këto gjana as mbaren prej Serbie, as prej faktorit ndërkombëtar, nuk ka vërë edhe problemet e lekët, se shumica veç me lek. Ty thonë pare, po s'bohen punët edhe veç me pare. A i bashkangjitesh një apelit edhe le tjetë ky rast, edhe ky emision si apel për institucionet shtetënore, nëse asgjon kuptimin e gjyqësisë, s'po bojnë, por mendoj që kanë fillu edhe kam informacione se edhe epopeja prekazit po shqyrtohet e këta diun, s'paku në dokumentaritet. I kemë do institutet luftës e këta diun, por këta njerëz me i marë. Unë e prej vullnetit të mora edhe sot që unë kuptova diçka, kupton edhe opinioni. Shteti ishte dasht me punu në këtë drejtim. A e ndonë këtë mendim? Qëra, është kriju një institut që është ka merret me intervestimin e disa të burgosurve. Por nuk do të mu fokusu veç të Sadik Zeqiri e disa të tjerë, sepse ka të burgosur që kanë pa më shumë se na. Por askur se ka kërku nga ai një mendim tine ose një rrëfim tine, dhe ai edhe pak fillon me harru. Mandaj mos harrojmë, kanë qenë gjenerata dhe të shtyra në burg. Ata tash po ikin aty dyja. Kështu që po mesim po histori, po fakte dhe shëqër që ti po bën diçka. Sepse nga njëherë tham, unë nuk kam përcjell shpesh, po nga njëherë po. Me bo me dekat në Merovce, një histori kohë e madhe jetë, po u faktu. Faleminderit. Prandaj unë ty të përgëzoj, po instituti, shteti, duhet mu marë, unë po flasë për Dubrovën, se sem kompetent me volë për masakra tjera, sepse në dhemshme, dhe unë i kam dëgju, si kam po, si kam prejetu. Dubrovën e kam po, e kam prek, e kam prejetu. Dhe unë dhe të tjerët, me pandodhë që kjo rast Amerikës, që në ka ndodhë neve, po 500 vjetë Amerika ishë marrë me Dubrovën. Kur s'po merret? As institucionet e Kosovës nuk kanë marrë hes. Ai burg, po thojnë, s'kemi pas vend. Po vend ka Kosova ballë, po marrojnë një burg, bre. Po le burgu me 40 hektar tokë, me ato objekte, edhe pse unë miku e Uleksi, jo ngutë shpejt, e kanë rindërtu. Por do është ai burg të mbetet arkiv e hapur e Kosovës. Relekti mbetet. Kush dën, vjen Kosovë me drejtu drejt, çdo delegacion me thonë, jo neve për në lypni drejta të atyne. Na si shkeli mas kujtë të drejta. E ne të shkojmë
holokausin shqiptar që ka ndodhë? Sadik, abniku maj madhe në këtë bashkëbisedim o koha. Ne jem në sekundat e fundit. Falenderoj nga zemra, të përgëzoj edhe të admiroj për qëndresën edhe për artikulimin që e bonë në emision tem dhe e bëm për çdo ditë në media. Falenderit shumë. Të rritë nëra shumë që më dhe mundësin. Shikus nderuar, Sadik Zeciri, mos e harroni këtë amën. Në rrjete sociale mund të hyni në internet. Shpalosni diçka për këtë ngjarje që unë po e quaj ndërgjegje e vrarë botës, e njerëzimit, burgu i Dibravës, që i bie se ky popull dhe këto drejta natyrore që i gëzojmë sot nuk kanë qenën krejt të ardhën as së shpërblimi, por edhe me mund dhe sakrificë të gjithë atyre qindra njerëzve të vrarë, të plagosur, ushtarëve, të UÇK-s, invalidëve të luftës, familjarëve të tyre, shoqata e tjera e tjera. Sadik, shumë faleminderit. Përnes për mundësin. Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika.